Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur sot ka vendosur për rinumërim të gjitha vendvotimeve në Kosovë, si dhe për ndërprerjen e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Prizrenit. Në mbledhjen e Këshillit për Operacione Zgjedhore, kryesuesi i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se të gjeturat do t'i adresojmë në Prokurorinë e Shtetit. Sot para mbledhjes së KQZ-s, ky raport është diskutuar në mbledhjen e Këshillit për Operacione Zgjedhore, nga ku ka ndalur 2 rekomandime kryesore. Rinumërimi i të gjitha vendvotimeve edhe për 28 komuna të tjera, ndërprerja e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Prizrenit. Në fund, në emër të KQZ-s, ritheksojmë se gjetjet nga procesi i rinumërimit do t'i adresojmë në Prokurorinë e Shtetit dhe në të njëjtën kohë ofrojmë bashkëpunimin e plot institucional në procesin hetimor. Radoniqi tutjeshtoi se procesi i rinumërimit të votave në 10 komuna është në zhvillim e sipër, duke shtuar se procesi i numërimit të votave të kandidatëve brenda subjekteve politike ka pasur pasaktësi. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumërimit në QNR të komunës së Prizrenit, janë zbritur nga rezultati 20.323 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit të Prizrenit. Po ashtu, pas numërimit u janë shtuar 16.366 vota kandidatëve, të cilët nuk ishin regjistruar sakt në qendrën komunale të numërimit. Megjithatë, në komuna tjera të rinumëruara nuk vërehen dallime të mëdha në votat e kandidatëve. Në mbledhjen e sotme të KQZ-s, Radoniqi gjithashtu tha se sot kanë pranuar edhe një raport pas rinumërimit të gjysmës së vendvotimeve. Për të qenë plotësisht transparent në këtë proces, rezultati i çdo vendvotimi të rinumëruar është pasqyruar në platformën e KQZ-s për rezultate. Siç e theksova në fillim, gjatë ditës së sotme kemi pranuar një raport pas rinumërimit të më shumë se gjysmës së vendvotimeve sipas vendimit të datës 13 janar. Sipas raportit, kur flasim për votat e subjekteve politike, ndryshimet e identifikuara janë minimale dhe pothuajse të papërfillshme. Kjo do të thotë se rezultatet e subjekteve politike janë numëruar dhe paraqitur sakt. KQZ-ja me 13 janar vendosi që në 10 komuna të rinumëroheshin 100% e vendvotimeve. Vendimi vlente për komunat Dragash, Kaçanik, Lepusaveç, Prizren, Skënderaj, Shtime, Ferizaj, Vushtri, Mamush dhe Ranilug, ndërkohë nga 10% e vendvotimeve në 28 komuna të tjera.